Ben prit, nuk e ke iden si është situata në zyrë. U mërzi djali? Ti e di me sa qefi kari garat. Sot doli pari. Mark, do t'ja falësh mamit sot. Vazhdojnë të kemi probleme me sistemin. Po, magjistri, unë jam kushbezis në torë. Jo, zoti lideri suprem në urdhra. Po, tani, me zyrën time, pa tjetër, si urdhëroni. Lider suprem. Ullu magjistër, si që mund të dini, Harmony ra dhe sot pas mesnatë. Dhe ne do të punojmë të ngrejmë sërish në kam. Mjaft magjistër, ky është një favor që po na bëjnë aleatët matan oqeanit. Quhet Wise Man dhe është një nga sistemet më të avancuara të AI në ditët e sotme. Pasi ka analizuar sistemin ton, ka një ide origjinale për të zgjidhur kolapsin e vazhdueshëm të Harmony. Përshëndetje magjistër. Më lejoni të komplimentoj për punën tuaj. Fatkeqësisht nuk isha i aftë të identifikoja se çfarë po ndodh me Harmony. Ama kam një ide. Duke parë se edhe pse ju jeni të aftë ta ngrini sistemin çdo ditë, kjo ju merr shumë energji dhe resurse, të cilat janë të fundme. Pra zgjidhja juaj nuk është e qëndrueshme. Po sikur zgjidhjen tuaj të përforcojmë miliarda herë në një cikël të pambarint, kërkohet një sakrificë njerëzore. Njëri nga zhvilluesit tuaj më të mirë duhet të flijohet dhe të transferohet ndërgjegja brenda në sistem, në Harmony. Aty, ai ose ajo do të ketë kohë dhe resurse të pafundme për të punuar 24 orë në 24, me fuqi procesimi të pafundme, i aftë për ta ngritur Harmony sa herë kolapson. Ky operacion do të quhet Rozafa. E dim që në stafin tuaj keni 3 zhvillues shumë të mirë. Natyrisht, nuk ka nevojë që t'i sakrifikojnë të 3, por të parin që paraqitet nesër në zyrë. Dima, doj të them diçka. This is Harmony speaking. Sorry that I will not just reveal myself to you all, but this whole mystique thing has kind of become a thing now. Here at Kala Corp. Sot e gjetën të dy këta. Të më bëj namim se erdha dhe sot vonë. Rozafa, si legjenda. Dakord, magjistër. Nëse kjo kërkohet nga unë do ta bëj. Jam e gatshme të jap trupin dhe mendjen për diçka më të madhe se unë. Me kusht të më jepet mundësia të jem aty, në të mire, në të keqe, në gëzim, në humbje, apo edhe në fitore. Dua të jem pranbirit tim. Vetëm aty jam e gjallë vërtet. Vetëm aty kam jetë.